Egdi Tako vjen me një nga rrëfimet më personale në një intervistë ku foli për dashurinë, miqësinë, marrëdhëniet, jetën pas spektaklit dhe mënyrën se si e sheh sot botën. Ajo tregoi se askush nuk mund ta kuptojë se çfarë ndodh brenda shtëpisë nëse nuk e ka përjetuar vetë. Kur hyn aty nuk e di nëse jeta vazhdon jashtë, tha ajo ndërsa pranoi se kishte dhënë besën partnerit të saj dhe nuk kthehej më pas, dhe pse ishte e vetëdijshme se po gjykohej nga publiku. Gjatë intervistës Egdi Tako foli dhe për mënyrën se si e percepton dashurinë në ditët e sotme. Sot njerëzit nuk po dashurojnë më njeriu, nuk të japin kohën. Në marrëdhënie vajza si lejohet të jetë më përgatëlur, në një lidhje vajza do të jetë princesha, jo mashkulli. Këtë do ta pëlqejë dhe partneri, do ta bënte më burr. U shpreh Egdi ndërsa foli dhe për materializmin dhe mënyrën se si shumë djem përpiqen të impresionojnë vajzat me luks në vend të lidhjes së vërtetë. Ajo tregoi se edhe pse vendosi të heqë dorë nga trupi shumë muskuloz që kishte ndërtuar në palestër, më pëlqen trupi që kam tani, më i hollë dhe më femëror, deklaroi ajo. E pyetur për jetën sentimentale, Egdi pranoi se i mungon të ketë një partner, sidomos në fundjavë, por shtoi se nuk do të pranonte një lidhje që nuk e bën më të lumtur. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Egdi Tako gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, krijoi një lidhje dashurie me Gjesin, lidhje e cila përfundoi sapo u mbyll shtëpia më e famshme në Shqipëri.